Ja ku jemi në kuzhinë, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Si të kam sot ty me këtë uniform kështu bardhëzi? Në më të mirën e mundshme. Po të nisi e hëna dhe themin e jo në të mirën e mundshme, po pushim kemi qenë, jemi rehatuar. Preja që o ditë e hën fillon me dembelizëm, fillon dhe me grosh, preja që unë s'kam grosh. Fillon dhe me grosh. Po se shumica e njerëzve i lënë o të hënave o të premte, të është ajo tradita jo në tryeza tradicionale fasuleve me pastërma, pa pastërma, gjithse do të sjellim një ditë tjetër, se sot kemi pastiqe me sa shoh. Po, pastiqe dhe kemi atë me mish të grirë ose me kimas, siç mund të thonë. Ju si të doni. Kam vendosur direkt, kam vendosur mishin e grirë. Tek mishi i grirë që e kam lënë të zijej, shtoj 1 deri në 2 qep. 2 qep mesatare ose 1 qep e madhe. Pra unë kam 1 qep të madhe këtu. Nuk kam shtuar fare vaj, dhe kur them që nuk kam shtuar, them direkt edhe për bërësit, pra kam mishin e grirë, kam edhe masën e vajit. Pra ai vaj që mua më duhet kemi bërë, kemi ushtuar një vaj të ri që kemi në kuzhinën tonë, që shpresoj të jetë edhe pjesë e kuzhinave tuaja, që është një markë e re, relativisht e re, e tregut tonë, ka vetëm një vit e pak që është fokusuar tek prodhimet autentike shqiptare, duke ruajtur traditën, cilësinë rast të parë, edhe shijen autentike, duke na garantuar produkte të tilla cilësore në tryezën tonë. Avash gradualisht në tryezën tonë do të ketë edhe produkte të tjera me të cilat Pema vjen në tregun shqiptar. Sot e nisëm me vaj ulliri sepse është tani sezoni dhe sigurisht Pema sjell këtë vaj ulliri cilësor që ka edhe një çmim fantastik. Vaj ulliri ekstra i virgjër, i prodhuar në Shqipëri dhe i zgjedhur nga ullint e jugut. Ne do të gatuajmë dhe madje do të tregojmë dhe receta vetëm me vajin e ullirit se na duhen. Patjetër, ke plot sa të duash. Ka dhe një veçanti, për shembull, nëse unë tek salca vendos edhe ajvarin që është me speca të kuq që kemi diku këtu, i bjen një përzierje shumë e mirë. Pra, salca me ajvarin. Përsa është ajvari ka specin e kuq, që është i kaluar, ose gogozharin, që është i kaluar në pjekje, ka qepën, domaten, po gjithçka është e kaluar në pjekje, dhe më pas ka të zjerjen derisa të shteroj lëngu. Ky është ajvari i famshëm dhe plot shije. Do t'i provojmë, avash do të tregojmë edhe publikut tonë. Dihet që nëse do të kryeni pyetje ku mund ta gjejmë, në çdo supermarket është tashmë Pema, ju zgjidhni një vaj të mirë dhe niseni ditën me një lug vaj ulliri dhe pak limon, se është një tonik shumë i mirë për mëlçinë. Kush tek mëlçia, thuaj edhe ato renditi dhe tjetër me tak gjitha dhe unë çfarë më mungon. Pastiqja sot vjen me mish të grirë, e kemi sjell në disa variante sipas preferencave të shijeve tona dhe tuajat. I shohim pak si kemi renditur përbërësit, pastiqe me kim dhe beshamel. 500 gram makarona për pastiqe, 300 gram mish i grirë, 2 qep mesatare, 3-4 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle salcë domatesh, krip piper i zi dhe dafin bashk. Për salcën beshamel, 2 lugë miell, 2-3 gota qumësht, 1 ose 2 kokra ves, 2-3 lugë gjizë gjelle gjalp dhe shumë shije, shumë dashuri. Dhe ma pak të lutem. Që ishte e zhurma që bëre? Tak! Unë lexoj recetën. Hajde, kemi temë. Të urojmë mirëseardhjen, kjo është. I tregova thjesht një truk, duke lexuar përbërësit, më tha se hap do të kavanozin më hap pak. Dhe një në mënyrë shumë e thjeshtë, për çdo kavanoz të mbyllet në mënyrë hermetikisht. Tani kjo është i hapur, po mënyra më e thjeshtë, unë përdor në shtëpi, më e kam mësuar nga gjyshja. Po shumë. Ja. Edhe thash, hajde, prandaj edhe qeshnim. Hapet shumë kollaj, ja kaq. Jo mundohu, jo forca, jo. Ja. Sa aromë mirë që vjen. Shtojmë pak, mire këtë salcën që të kemi atë shijen e duhur. Një salcë speci. Kur themi shtojmë pak, do shtojmë një lugë. Është shumë e këndshme, sikurse dhe salcën e
kjo përdoret dhe kështu si që është në për brusketa, Po, pa tjetër, ajo përdoret ashtu si që është. Dhe për një shije më të veçantë, unë faktikisht në shtëpi kam gjithmonë ajvar. Do thënë, në asnjë stin të vitit ma nuk më mungon. Unë e përdor tek, më pëlqen ta përdor tek salca. Edhe djegse. Dhe faktikisht, ma sjell nga vendi ku e gatuajnë aq mirë. Tani më që na vjen pema në tryezat tona në marketet. Tani nuk të lutem më që të më sjellësh ajvar, mbaroj muhabeti. E gjetur vendi ku do marrim Se vajin me e lutje. ullirit. Se duhet ta përdorim gjithmonë. Edhe esëll duke është shumë e shëndetshme sidomos për gratë, përdorimi një lugë vaj ullirit në mëngjes esëll. Shtoj pak nga lëngu i makaronave. Dhe e lë sërisht të ziej duke shtuar kripën dhe masët e piperit. Kam gjethen e dafinës. Normalisht ka dhe mënyra që shtojmë kanellën, por unë do ta bëj thjesht krip piper. E mbushjes, kemi fazën tjetër, përgatitjen dhe edhe të beshamelit. E lë në qetësinë e vet. Do të marr një tenxhere tjetër për beshamelin. Do të shtoj mas gjalpi. Po, se duhet të ketë sasi yndyre që të tretet mirë sasia. Ja të marrë dhe një lukë tjetër të pastër për gjalpi. Dhe ju kam thënë që gjëja më e mirë është bashkimi i vajit me gjalpin. Nuk e lë që të digjet gjalpi. Normalisht gjalpi, sidomos gjalpet në përgjithësi kanë një sasi ujë që fillon dhe kërcet i gani. Duke e zbutur me vaj, është akoma dhe më mirë. Nuk e lë që të më zbutet tërsisht gjalpi. Shtoj masën e miellit. I largojmë, jep t'i largojmë ato tasat. Normalisht e kemi që tek beshameli shtoj marën e moskatit. Pra, unë e kam bërë si tradita. Kemi salcën e kuqe këtu, kështu që s'po e përdorim në rastet kur kemi thjesht salcën e bardhë makaronat, cilat janë zier, janë gati, do t'i përzijem të gjitha dhe në tepsi direkt. Do të shtoj sërisht mas kripe. Është ajo faza kur fillon dhe rëndohet pak teli që tregon beshamelin gati. Dhe ul nxehtësinë lëngun e Në ty ta i lëngu kemi zirë makaronat, apo jo? Kemi mbuluar që të qëndrojnë të buta. Besoj për këtë mas që kemi, duke qenë se kemi dhe kiman,
kemi dhe makaronat, nuk na duhet ndonjë beshamel shumë i trashë, se na duhet që të depërtoj deri në fund. Shtoj. Edhe 2 vezët dhe merr atë ngjyrën dhe shijen e duhur. Vezën dhe me një pirun bëj rrahjen e duhur. Pakës krip. Vezët, ju e dini shumë mirë, janë nga pulat e rritura në natyrë. Kjo është shumë e rëndësishme që këtu në kuzhinë të zgjedhim produkte të mira cilësore. Vlen, si përdorim për të gatuar dhe për të treguar edhe origjinën e tyre, sigurisht. Kjo është mëse e ditur dhe e tillë është Ovital. I shtojmë nga fundi, besoj, vezët, që edhe ato të mos Pra, priten të mos e largoj ziejnë. paksa. Po. Derisa të marrim, e dim shumë mirë që në momentin që ne e kemi hequr nga nxehtësia, patjetër që vazhdon ende zjerja. Me shtimin e lëngut të makaronave, normalisht u hollua ajo mas dhe direkt. Rezultati është ky, as nuk pritet veza, është vezë plot bashkë me të bardhën, jo vetëm e verdha vezës. Për anvisat e reja, moshat e reja që e kanë pak siklet se mos u prihet, normalisht 2 verdha vezë dhe jemi në rregull. E lënë në nxehtësinë që është fikur. Në këtë moment ju shumë mirë mund të shtoni armyshk. Ora, ose armoskat. Edhe këtu në të kundët mund të shtoni kanellën. I largoj. Tani do të bëjmë montimin e punës, para se të filloj ky proces, ta lëmë dhe pak fare, 1 minutë duhet që të mpikset dhe të lidhet mirë beshameli. Jemi gati të mbarojmë recetën e pastiqes, një përmbledhje të vogël për anvisat që nuk e kanë ndjekur në fillim, teksa tregova përbërësit e pastiqes me kim, një recetë për drekën e plot, i ka të gjithë elementet, 500 gram makarona, 300 gram mish i grir, 2 qep mesatare, 3-4 lug vaj, 1 lug salcë domatesh, krip, piperi, zi dhe dafin. Përgatitëm ndërkohë edhe salcën bechamel, 2 lug miell, 2-3 gota qumësht, 1 ose 2 vezë, ne i përdorëm 2 të plota, dhe 2 lug gjalp. Tek gjalpi, përdorni dhe e bashkoni me pak vaj, siç e përmendëm për ta bërë atë më të shishme, më vajore me një yndyrë të shëndetshme, duke i kombinuar mirë të dyja. Largoj gjethen e dafinës. Kemi gati të këto mbushjet. Tani, thjesht, të punojmë pak makarona, se nga e qëndrimi një ndër mënyrat e edhe kështu si që është, e bëra me njallë. Kemi qumësht, nëse ka pikuar një salcë, ta gjejmë në zgjidhjen direkt. Qumësht miell. Tek mishat e bardha. Qumësht dhe miell. Një sekondë që më veç që miell në dhe pak. Hajde. Se kjo me ndyrë, përthith pjesën e yndyrës të këmishës, e kështë të remoj, sa po e more. Okej. Vërë dhe pak, vërë. Vërë me së holën e ke, sa shqetsove ke... Shumë shqetsove për një pikë salcë. Do e ke... Ja, e bërë gjithë një. Do e largohet shumë shpejt. Aman o dërman. Sa të mbarosh, Aman o dërman. Një larje me... Atere, Një larje vogël me... normalisht një pikë salcë në veshjen tuaj, pa tjetër, mund të shtoni miell,
e lëm mielin derisa të përthithet. Të yndyrën, do ta lash pastaj në lavatriçe në dorë. Është dhe për të gjitha visat ky është një truk, është një mënyrë për të hequr njollat nga bardha. Nëse ne duam të heqim mielin, në shkundje të tjera i ku pasrua. Mënyra e parë dhe mënyra e dytë është i vendosim pak qumësh tek vendi të salca. Tani ajo ishte një pikë e vogël, ne përdorëm pak miell, ndërsa nëse kemi një njollë më të madhe, do ta njomni përsëri me qumësh dhe e përthith ose e largon atë ngjyrën e kuqe të salcës. Dhe larja në lavatriçe apo me dorë. Që ti largohemi pastrimit kimik. Mos shpenzosh lek. Po patjetër që po, mos shpenzojmë lek. Tani këtë masë, siç unë e kam, do të shtoj. Po shkët marrë. Ti beshamelin tani. Të marrë një garuzë se. Jam, po i vendos pak vaj, tepsisë në fund. Edhe këtu du të më vendosësh pak vaj. Tek shumë mirë. Të lumt. Me kujdes e punoj, të shpëtoj në një njollë tjetër. Pra e përzije i mirë, përse? Që të kem atë pjesën. Ja pra me kësti. Pak një vesh me të zeza, e nuk më duken këto njollat për bisedën, do të po s'ka problem, kemi mjet e plot. Edhe pjesa e mishit të grirë, dhe beshameli në fund, dhe receta Bëj një nivelim. Mishin e grirë ta kem në çdo pjesë. Dhe përsipër, po të duam ne, është në dëshirën tuaja, unë shtoj djatë kaçkavallë. Është i pas dëshirës. Beshamelin e kam, është pak më i hollë, sepse nëse është ajo pjesa e trashë e beshamelit, normalisht ne do kemi problem pjekjen. Shtrojmë të gjithë këtë masë. Furën e parangrohur mos e harroni. Dhe në sa gradë? Unë e kam të 220 dhe me vendosin e tavës kaloj tek 200. Do sigurohemi të depërtoj deri në fund. E kalojmë pak sa kështu tani, fillojmë e bëjmë këto hile tona. Prandaj them që duhet t'jetë masa e duhur, që të ketë beshamelit. Beshamel që të depërtoj deri në fund, mos ngjelet e thatë, mos ngjis pa sa e gjitha. Mos japi shijen, kështu që duhet një masë e plotë si duket beshameli që të duket plotë. E marrim dhe vendosim në furrë që ka nxehtë. Ja të ndihmoj me furrën. Në 220 e kemi ndezur furrën. Do ta shohim procesin deri në fund.